Gent, çfarë po ndodh në lindjen e mesme, situata sa vjen e tensionohet, ndërkohë që flitet për armëpushim, marinca dhe luftanie, qoftë dhe aeroplanbajtëse amerikane vazhdojnë dhe mlidhen përreth Iranit. Si e vlerëson këtë situatë? Negociatat, herë thuhet që delegacionet janë nisur, më pas thuhet që ende s'janë nisur, domethënë është totalisht surreale kjo që po ndodh në lidhje me lindjen e mesme. Çfarë e bën, çfarë e shkakton këtë trysni, këtë tension? Zakonisht politika është një mjet të arritur marrëveshjen dhe lufta është vazhdimi i saj me mjet tjera. Duhet të pranojmë që lufta ka patur impaktin e vet, i ka sjellë palët në një takim të parë në Islamabad 10 ditë më parë. Tani jemi në fund të skadimit të armëpushimit që zoti Trump kishte deklaruar dhe afrimi i këtij afati ka sjell dy palët në përballë tryezës dhe ndarjet që ekzistojnë brenda regjimit iranian nga pikpamja e pjesës civile të tij me Arakçin, ministrin e jashtëm, Galibafin, kryetarin e parlamentit dhe nga ana tjetër e gardës revolucionare që mishëron atë strukturë që tashmë kontrollon me grush të hekur të aparatin shtetëror të Iranit, ka aksesin e vetëm drejt Ayatollah Khomeinit, i cili nuk ka dhënë shenja publike të qarta, por duket se Vahidi, kryetari i gardës revolucionare, është i vetmi që ka komunikim me të dhe ndarjet e brendshme të regjimit kanë krijuar këtë lloj kakofonie për sa i përket pranimit apo jo të kësaj tryeze të radhës. 2 ditë më parë Galibaf ka mbajtur një qendrim publik duke kritikuar linjën e ashpër, ndërkohë në një njëjtën kohë bllokada që ka imponuar Trump duke se është ndoshta mjeti më i suksesshëm se vetë lufta, sepse duhet kujtojmë që 90% e tregtisë së Iranit ndodh përmes detit, ka pa aftësi për të shitur produktin e saj jetik që është nafta, duke e përshtjelluar edhe më keq situatën ekonomike që ishte e keqe që pa nisur lufta dhe shkaktoi ato protesta masive në janar, dhe ndërkohë pas goditjeve dhe bllokadës, situata ekonomike e Iranit e bën të domosdoshëm gjetjen e një rrugëzgjidhje përmes diskutimeve dhe paqartësitë për sa i përket vëmendjes së brendshme iraniane, për sa i përket vullnetit të tyre për të shkuar dhe një herë në bisedime, kanë krijuar të kakofoni mediatike, sepse nëse nga njëra anë Irani nuk prezantohet, nga ana tjetër edhe Trump nuk mund të mbajë JD Vance në avion derisa pala iraniane të jetë e bindur apo jo. Megjithatë, mendoj që do të shkohet në bisedime, do të gjetet një framework, një kornizë mbi të cilën do të shtyhet përsëri ajo armëpushimi në mënyrë të tillë që zoti Trump të përfitojë nga kjo armë e re e bllokadës për të mbajtur në trysti maksimale regjimin dhe që të luaj me këto çarje, plasaritje brenda strukturës së pushtetit të atjeshëm, sepse nëse do të kemi pastaj një rikthim të lufta, Trump do të jetë i detyruar të bëjë një bombardim që ndoshta dhe ai vetë nuk e do, të aseteve energjetike kryesisht të Iranit, sepse ato janë dhe mjeti që Irani ka për të rikthyer edhe një herë në arenën ndërkombëtare dhe atë ekonomike me një kapacitet të plot, goditje infrastrukturës energjetike, sidomos të puseve të naftës dhe të gasjellsve, do ta çonte realisht në epokën e gurit, duke kthyer në një vend krejtësisht jo funksional dhe mund të destabilizojë krejt rajoni. Por duke patur parasysh që pa çka se si interpretohen gjërësisht deklaratat e Trumpit, ato janë për konsumin e presionit që ai ushtron, do të gjendet një rrugë përmes presionit edhe nga palë të treta siç është Kina, e cila nëse në afatgjat ka interes që
Amerika të jetë disi e lidhur në lindjen e mesme të humbas kapacitete ushtarake, të humbas prestigjin ndërkombëtar për të fituar ajo atë rolin e fuqisë paqëtuese të arenës ndërkombëtare. Nga ana tjetër, Kina e ka të domosdoshme Amerikën për sa i përket jo vetëm nevojës për të rihapur ngushticën e Hormuzit, por ka nevojë që me Amerikën punët të shkojnë fjoll, sepse është tregu më i madh tek i cili kërkon akses. Dhe këto dy peshore do të jenë përcaktuese. Nga ana tjetër kemi dhe Rusinë në lojë, e cila ka nevojë që të rifutet në këtë strategjinë e madhe përsëri pasi ka humbur shumë, jo vetëm në Ukrainë, ne shohim që është duke pësuar dëme të mëdha nga goditjet që po i bëhen infrastrukturës së saj energjetike, por ka humbur shumë në lindjen e mesme pas Sirisë, në qoftë se humbet dhe regjimin iranian do të ndiej e shpartalluar dhe kështu që mund të kërkoj që të ketë një zë në kapitull për të shtyrë butësisht iranianët drejt bisedimeve dhe për të marrë në këmbim ai Putin nga Trump një mundësi për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, e cila po i kushton shumë nga pikpamja ekonomike. Nuk di nëse ti i ndjek këto zhvillime ekonomike, po jam i bindur që ti ndjek zhvillimin gjeopolitik në rrafshin e luftës së Ukrainës, por kriza ekonomike në Rusi po bëhet shumë e rëndë dhe rreziku është që të prodhojë një ndryshim regjimi atje, më shumë se sa një ndryshim regjimi në Ukrainë. Dhe në qoftë se Putin do të di të luaj mjeshtërisht letrat e pakta që i kanë mbetur në dorë, në qoftë se shtyn Iranin drejt një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara, njëkohësisht e bën dhe Kina, do të fitonin diçka që të gjithë. Po, kjo është në rastin më të mirë, por ajo që po diskutojmë Gent është që si ta lexojmë zhvendosjen e 3 aeropranbajtësve. Domethënë aeropranbajtja Lincoln është, Ford ndodhet në mesdhe, Bush. Janë 8-9 detëse, le të themi tashmë të instaluara aty afër. Ndodhet aty dhe USS Tripoli, që është anija amfibe me 2200 marinsa. Ndodhin parashutistët e divizionit të 82, ka një në këto orë dhe në këto ditë kryesisht ka një urë ajrore masive që shkon drejt lindjes së mesme nga Shtetet e Bashkuara, pra janë duke përgatitur një presion maksimal për të shtyr palët që në Iran që të ulen në tryez, sepse në qoftë se nuk do të pranoni një marrëveshje që të jetë afatgjatë, do duhet pasaj që palët të rikthehen përsëri në luftë, të godasin mirë njëra tjetrën derisa të gjejnë një ekuilibër të ri, sepse në thelb nuk është herë e parë që kombet shkojnë në luftë, as nuk do të jetë e fundit, është një mjet për të arritur pastaj në bisedime të reja. Dhe problemi këtu është që duket se Irani nga një anë ka kuptuar pozitat e Amerikës, e cila në këtë moment është duke eksportuar më shumë naftë se më parë, nga pikpamja ekonomike përfiton nga kjo luftë, është duke dobësuar njëkohësisht Kinën, sepse një pjesë e mirë e naftës që del nga lindja mesme shkon drejt për drejt në Kinë, edhe njëkohësisht dhe nga Shtetet e Bashkuara kanë nënvlerësuar, le të themi, kapacitetin e Iranit për të rezistuar. Dhe në thelb lufta është përballje vullnetesh. Kush do të kapitullojë i pari nga vullneti për të bjehuar luftën, jo thjesht kush kakton shkatrimin më të madh. Por nuk duhet të jemi naiv për të hedhur një bazë kundër Amerikës, sepse shoh që ka një gëzim të madh që shihet në disa media që janë jo perëndimore, shihet në disa media që janë në Shtetet e Bashkuara, sepse vendi është ekstremisht i polarizuar dhe përpara fitores së Trumpit do të uroni fitoren e Khameneit në këtë përballje. Megjithatë, skenaret më pozitive unë i shoh të kollajshme, sikurse kanë qenë ato të parashikuara që para nisjes luftës. Në një anë mund të kemi
ndryshim të regjimi afatgjat, që është skenari më i vështirë, Po. ose një transformim të regjimit në diçka që ngjan më shumë Pakistanit. Pra, ne shohim që në momentin që garda revolucionare ka marrë kontrollin operativ të situatës, nuk janë më ajatollah, le të themi kështu, ata që diktojnë lojën, por është garda revolucionare që me kohën mund të bëhet një aktor më pragmatist dhe për të kthyer tek një citim shumë i bukur i Kissinger që ka bërë në 2006 kur situata në lindjen e mesme ishte tensionuar dhe kishte një përpjekje për të ngritur edhe një herë një marrëveshje me Iranin midis 6 vendeve më të fuqishme të botës ateshme për sa i përket pasurimit të uraniumit. Ai tha që Irani duhet të zgjedhë nëse do të jetë një kauzë, pra kauza e këtij revolucioni islamik që përhapet në vendet e lindjes mesme, siç kemi parë në Liban, në Yemen, në Siri, në Irak, apo do të zgjedhë të jetë një shtet që pranon ligjësitë e arenës ndërkombëtare dhe realitetin e rajonit. Dhe nëse garda revolucionare do të fillojë të sillet si një shtet racional, mund të kemi një rrugëzidhje shumë pozitive dhe unë e shoh me shumë kuriozitet shpalosjen e asaj që ka qenë një përpjekje e shumë e gjatë e Shtetet Bashkuara, sepse ka filluar që në vitet 90, pavarësisht përplasjes me Iranin, po është ajo që quhet doktrina Wolfowitz, e ish nën sekretarit të Pentagonit, që nga njëra ana anatemohet si neokon dhe është e vërtet, por në thelb është perandori dhe është një doktrinë që kërkonte të shfrytëzonte maksimalisht praninë unipolare të Amerikës pas rënies së Bashkimit Sovjetik dhe të krijonte një frym të re në rajon duke provokuar ndryshime regjimesh. Ndoshta jo të gjitha në afat shkurtër kanë qenë pozitive, sepse në rënja e Irakut krijoi destabilitet për një kohë të gjatë, i dha hapësirë Iranit, por njëkohësisht nëse i shohim me perspektivën e një superfuqie, siç është Amerika, me lojën që bëhet në dekada, ne integrimi i këtyre shteteve si aktor që kontribuojnë në paqen rajonale është një bazë shumë pozitiv që duhet hedhur sipas meje. Unë e kam preferuar si strategji që kur jam hasur me të, pavarësisht se mund të jetë e dhimbshme në afat shkurtër, por krijon kushtet edhe për mirëqenien e vendeve të rajonit, por edhe për të përballur realisht me kërcënimet që nuk vijnë nga rajoni, por vijnë nga Kina. Dhe nëse ne duam të shohim çik më thellë, ka një zhvillim shumë interesant ditët e fundit, nuk di nëse e ke ndjekur red, bëhet fjalë për marrëveshjen që Indonezia ka kryer me Shtetet e Bashkuara, një marrëveshje ushtarake, e cila i jep akses Amerikës në ngushticën më të rëndësishme për Kinën se ajo e Hormuzit, që është ngushtica e Malakës. Aty kalon 90% e furnizimit me lëndë djegëse me karburant të Kinës, po edhe tregtia konvencionale me një pjesë të mirë të botës. Dhe nëse do të ndodheshin Shtetet e Bashkuara përballë një krize me Kinën për shkak të Tajvanit, mbyllja e këtyre dy ngushticave që tashmë i zotron me praninë ushtarake dhe duke përfituar nga animoziteti historik i Indonezisë me Kinën dhe gjithë pakënaqësisë që ka në rajonin e Kinës Jugore, detit së Kinës Jugore, nga Filipinet, nga Indonezia, nga Malajzia, për sa i përket ekspansionizmit të Kinës, Kina që në nisje të këtij konflikti ndodhet e paralizuar. Mos të hyjmë tek përballja ushtarake që ka treguar se sigurisht Kina është një aktor serioz nga pikpamja e armatimeve dhe ekonomike, por është një fuqi e paprovuar që nuk ka akoma le të themi një strategji muskulore
për të përballur me Shtetet e Bashkuara. Dhe ky është konflikti real në fakt. Pjesa tjetër janë lufta proxy, siç është proxy Izraeli për Shtetet e Bashkuara në rajon, Emiratet janë një proxy i Shtetet e Bashkuara, vetë Arabia Saudita janë një proxy i Shtetet e Bashkuara. Irani është një proxy i Kinës në këtë moment dhe kërkimi i një rendi të ri në lindjen e mesme, ku Irani të jetë një fuqi që ndoshta nuk është pro-amerikane, por tregton me botën tjetër, me Kinën sidomos, jo me çmimet që merr Kina në çmim të naftës, duke përfituar nga ato mekanizmat e hileqare dhe duke krijuar avantazhe konkurruese vetes krahas botës.